Cili është ai që e ka nxjerr Iblisin nga mbretëria e qiellit dhe e ka përzan dhe e ka mallku dhe ja ka bën pamjen e jashtme, domethënë të shëmtuar, si edhe pamjen e brendshme, edhe ka bën domethënë pamjen e tij, pamjen më të shëmtume, kurse brendsinë e tij, brendsinë më të fliqur, domethënë zemrën e tij edhe më të tmerrshme, do thot ja ka zavendësu afërsinë me largësi, mëshirën me mallkim, bukurinë me shëmtim dhe xhenetin ja ka zavendësu me zjarrin që përvlohet. Do thot Iblisi ka pas pozitë lartë në xhenet, në mbretërinë e qiellit, në mesin e melajkeve, edhe ka pas pamje të bukur edhe të këndshme, edhe ka pas, domethënë, është duk si kur e ka zemrën e mirë. Mirë po, kur e ka bën atë mëkat, domethënë që e ka ditë Allahu, që e ka bën mëkatin e zemrës, edhe pastaj e ka shfaq të dukshme që duket edhe për krijesat. Domethënë ky mëkat është bën shkak që të largohet nga kjo pozitë e lartë, edhe jo vetëm të largohet, po të bëhet i përzan, edhe i mallkum, edhe i larguar, domethënë që nuk i afrohet Allahut. Edhe pastaj kjo i ka sjell si pasojë që të bëhet i shëmtuar, edhe në zemrën e tij, brendsinë e tij, zemër të shëmtuar edhe të fliqur, edhe të errët, edhe pamjen e tij të jashtme, gjithashtu që e ka të shëmtuar dhe të fliqur. Edhe në vend të këtyre mirësive i ka ardhur keqja. Në vend të imanit i ka ardhur kufri. Cili ishte shkaku? Ishte mëkati. Edhe në vend të miqësisë me Allahun subhanahu wa taala i ka ardhur, domethënë, është zavendësu me armiqësi edhe kundërshtim. Edhe në vend të zërit të tasbihut dhe madhrimit të Allahut, edhe përmendjes së fjalës la ilaha illallah, i ka ardhur zëri i tmerrshëm i kufrit dhe shirkut, gënjeshtrës, mashtrimit, fliçësisë, dhe në vend të veshjes së imanit i ka ardhur veshja e kufrit dhe mëkateve dhe kundërshtimit, kështu që është bën i postrum edhe i pavlerë para Allahut subhanahu wa taala dhe i ka rënë pozita në syrin e Allahut dhe e ka kaplu zemrimi i Zotit subhanahu wa taala dhe për këtë shkak është postru. E ka urryer Allahu me urrëtitjen më të madhe dhe për këtë shkak është bërë udhëheqës në mëkate dhe kriminal. Për vete është i kënaqur që të jetë udhëheqës i të këqive dhe mëkatarëve, pasi ka qenë udhëheqës në ibadet dhe në mirësi. Prandaj e lutim Allahun që të na ruaj prej kundërshtimit të urdhrave të tij dhe prej shkeljes së ndalesave të tij.